lufta në Iran është e kontrolluar dhe do të bëhet ajo që e kanë planifikuar. Bëhet se në këtë muaj që iki shkurti u bon 47 vjet, pra vim të numri 47 vjet, prej kohës kur hoxhallarët kanë pas pushtet me një vend, sikur që është Irani, me një kulturë, me një histori, me një qytetrim të lashtë, dhe kanë shkatërruar vend që mi dhonë perspektivë me hecë përpara, me qenë ma fort si sot që është Kina sot. Që ka të bëjnë hoxhallarët? Pra, me zjedh ju, molla Naimin, molla Shirqetin, krye, ju shkatërrojnë, bre, ju shkatërrojnë, ai ka me thonë, dhe kina me shku në xhenet, deri sot ju shkatërrojnë, një ka një krejt. Keni qartë, nuk mbahet mend që hoxhallarët kanë qitë diçka ndrit.